Mone, e morur në Vijen, e votuar me 1913-14. Golgota kë nuk e ka ditë se çka është, Golgota do thot Kafka. Kafka, njeriu. Dhe prej Prishtine deri në Përpellac, në çdo katund kanë qenë të ulën hojt e Kafka të shqiptarëve të ulën ta. Unë dokumenteve nuk ju kom besue, derisa e kom pyet Bablokun, derisa e kom pyet Mustaf Stublën, që ishte intelektual me idadijet kryer, derisa e kom pyet një Shoqëri Hoxhën, i cili gjithashtu ishte ulema, dhe më kanë thonë po. Dhe kujtimet e tyre ruhen në arkiva dhe kuptohet se ka pas edhe magjistratura, edhe doktorantura, edhe shkrimet botuara, mirë po një vrejtje e kam në fund se populli jon ende po lexon pak. Tash nuk në sheni ju për të madhe se s'po dal nga tema, por leni këta telefona, harroni bre. Harroni po ju thom. Telefoni është për mu, edhe ai që e ka zbulue, ai ka me shku në xhenet, tash me një mulla Shefqeti, mua më qënë komedit ku, po jo, nuk është ashtu, se atje nuk vendos as hoxha, as profesori, as akademiku, as që tërkush vendos atje. E ngjyra e alimit, e ati që shkruen, vlen sa gjaku i dëshmorëve, e dëshmorët ne i kemë të shumët, dhe kemi çka krënuhemi, kemi çka mbrojmë, edhe në fund të thëmë, rnoft ushtria shqirimtare e Kosovës, flamurtare e gjitha fitureve. Aksoni pak me art, me këngë, dhe artistët gjithë janë të gatshëm të performojnë për figura emblematike, siç është me të Podjeva Babloku, jemi pra duke Prigjet hapit, bot pas moti, janë rritriman, flok barotin. Shpesh pa buke, kur pa bush, peran dhe gjithë zemrën e prush. është dhe presidenti Fatmir Sejdi. Eftojmë të një gjawas. Përfaqësues të institucioneve të shtetit, general bartës të luftës lirimtare me gjithë popullin e Kosovës, dashur të ri që jeni prezent për të dëgjuar këtë që u tha, një lidhëmëri e jashtëzakonshme në rrethonat më të vështira që ka jetuar populli ynë për të ekzistuar dhe për të pasur lirinë final. Unë mbase për shkak të rrethonave familjare kam pas nderin dhe shansin historik ta njoh me të Podjevën, ndaj nanës time. Të ndëgjoj shumë fjalë për Mustaf Blakun, i cili me njerëzit e kësaj ane vritet fakt hub në lumin lim në betejën e njoftëm të Nokshishit. Të dëgjojmë fjalë për Haxhi Sadrin, i cili vije dhe lufta e tij dhe e gjithë atyre që u përmendën mbetet në kujdes përhershme. Nganjëherë bëj bisedë me vetveten, a thua kemi ra dhe kemi shterë dijen dhe argumentet që duhet fliten për këta njerëz. Ta zamë profesor Bajrami përmeni 2-3 herë Haxhi Sadrin, Nur Shatrin, Islam Bulliqin dhe të tjerë. Ata njerëz janë varë, Haxhi Sadri mbetet për pak kohë më vonë. Dhe duhet të them lidhja e kombit, sa është interesant se Hil Mosi ato ditë kur ndëgjon për këtë betejë të përgjakshme
të luftëtarëve të lidhjes shqiptare të Prizrenit do të shkruaj vjershën moj Shqipni, mos thuj Marova, në fakt Shqipnia, Kosova në luftë. Titulli i vjershës, i këngës është Kosova në luftë, dhe që nxjerr ato vargje që këndohen, jo vetëm nga Dervishaqa që është një nga bardhat e kësaj këngë thjesht në përcjellje në gjenerat pas gjenerate, por edhe brezat e ri. Andaj këto motive që ju keni nxjerr janë të jashtëzakonshme. Është shumë e vërtet se pa kapërcimin në mundim edhe në gjitha ato krajata nuk do të kalitej edhe më tej edhe për tej ndjenja për liri. Janë 6 ciklet mëdha, profesor, ju i thatë. Ne nga drejtësia shikojmë edhe aspektet e tjera. 6 ciklet cilat nuk mund të panulohen dhe të thuhet se s'ka ekzistuar. Dhe që në pjesën e gjithë asaj rezistence kemi lidermërinë e gjeneratave deri tek këto që përjetojnë në fazat finale të vonshme që jemi dëshmitar edhe ju edhe shumë njerëz të Kosovës dhe ndihmëtarëve për të pas momentin final për pavarësinë e Kosovës. Unë nuk do të zgjas më shumë, por do të them se Kosova është amanet i brezave që janë sakrifikuar për te. Kosovën duhet ta ruajmë me aq mall, me aq përkushtim, me aq njohje, me aq dije, me aq miq. Sa dhe më shumë që të forcohet dhe të ecë në rrugën e saj të lirisë, e cila praktikisht e ka marrë bekimin e vet për të njohjes, të fuqizimit dhe të demonstrimit të kapaciteteve që ka. Shpesh herë në takime që kam pas me ndërkombëtarët të vendeve të ndryshme. Përveç asaj se si ka ndodhur procesi që dihet botërisht, ka dhe diçka të madhe në këtë luftë paqe e tash. Ecja e të rive të Kosovës dhe shkëlqimi i tyre anë e mban vendeve të shumë. Qoftë në futboll kemi, qoftë në këngë, qoftë në rrëfime të ndryshme deri tek persona që mbesin në kujtesë të pashlyeshme si pjesë e kombit përsit Mira Murati edhe gjithë tjerë që të rinjtë admirojnë këtë progres. Andaj kjo lidhje ka që fuqishme, edhe përmes këndimit, edhe përmes argumenteve, edhe përmes gjithë atyre trysnive, edhe e thjesht ajo nominimi i secilës fazë me emrin e vet si duhet, është një diçka që mëson për të mos bërë faje asnjëherë sikur që kanë bërë të tjerë ndaj nesh. Andaj ju faleminderit. Artit dhe fatë është që ky në qiell e ka. Ismet Azeri. O aty gjanku o i një shqiptarit, ra në tokë me bi për së O aty gjanku o i një shqiptarit. A e dini kush ishin ata njerëz? A e dini kush jeni ju? Unë jam njeriu pellazg, edhe më i hershëm se hëna, lisi i Dodonës dhe orakujt e tij. Organizativ, këtë fjalim i ka besuar pjesëtarët e ushtrisë qërimtare të Kosovës nga kjo familje zotëri Ismail Mehmetit. Më pas do të ndiqni një vallet e bukur popullore dhe natyrisht erdhi dhe fundi i kësaj akademie të mrekullueshme që ju dedikua luftëtarit të orëve të para Met Podieva. Mirëserë të pranishëm. 50 vjet më parë, me 10 maj, më erdhi ftesa për më shku në shërbimin ushtarak jugosllav. Me 18 maj, merr një lajm shumë i hidhur për babain tim.
ishte e vështirë shumë. E vesha uniformën, u nola në pasqyre, e shikoja veten me një yll në ballë. E androja që në ditë në ballë do të kem Shqiponjën. Pas 10 ditëve, më erë djali vllau te dera, edhe më kërkuan vizitë. Unë veç e dita. Shkum, në atë kohë ishte vështirë të kesh kerre. Familja si familje e kishin sigurue, erdhëm tash, edhe një diçka harrova t'ju them, kur më përcuën për smrami herë, më nari. Tha, biri, jëm lodhi më plak, nuk dihet kur vdes, por për ta lënë një amanet nëse vdes sa jeti në ushtri, mos më ta pa kush një lëp në sy. Edhe ashtu ndodhi. Te xhamia që mbo nanin me të modia, ishin të buë shumë njerëz. E prit që në ardhin time, se çka të veproj, por e mojta premtimin e babait dhe asnjë pikë lëdh nuk e qita. E ju të gjithë këtu që keni ardhur në këtë tubim, tu filluar pe presidentit, se diu, akademik, profesorit Akil Bajramit, general Remit, general Kastatit, general... Edhe ju të pranishëm të gjithë, deputet, e ju të kuvendit komunal të gjithë, partive politike pa dallim, ju falenderoj nga zemra të gjithë për këtë ardhje. Shumë faleminderit gjithë.